Atëherë kthehem në studio sepse duket se presidenti Macron dhe kryeministri Rama e kanë marrë me nge mbasditet. Më bashkohet në studio Ardit Hoxha, gazetari ynë, i cili ka ndjekur të dyja zhvillimet, fakt duhet thënë, ka ndjekur edhe protestën e opozitës mbasdite, por edhe samitin, dhe tani relaksuar, Rama priti, përcolli, pati një situatë shumë të mirë me atë paraditën që unë e thash, me një teknologji, me një inteligencë artificiale shumë simpatike, duhet thënë, dhe tani i çliruar bisedon me Macronin, i tregon edhe shkollën e kodimit franceze, duket se e arriti atë që donte apo jo? Patjetër, nga janë duket sikur jemi në dy Shqipëri, dy botë paralele, pra në harkun e jo 1 kilometra katror ndodhin ato skena me gazetarët, kolegët Euronewsit, por edhe disa mediave tjera, dhe nga ana tjetër shohim këto skenat që ka zoti kryeministër me homologët e tij europian, por dhe jo vetëm europian. Fillimisht, nëse do më lejosh, do doja t'japja një mesazh solidarizimi dhe mbështetje për të gjithë kolegët që patën vështirësi sot në raportimin e asaj proteste spontane të organizuar nga opozita. Sigurisht nuk është as pak lajm i mirë dhe nuk e nderon as pak opozitën, funksionarët saj dhe aq më tepër deputet me eksperiencë të opozitës kur sulmojnë, etiketojnë apo i përgjigjen në mënyrë jo etike dhe jo të sjellshme gazetarëve, aq më tepër kolegeve gazetare, të cilat fundi apo janë duke bërë detyrën aty, nuk janë të dërguara me mision për të dëmtuar opozitën apo për t'i prishur asaj imazhin, pasi për hir të së vërtetës, të themi atë, ka shumë pak vend për t'i prishur imazhin kësaj opozite pas asaj humbje. Por përveç kësaj, do doja që së paku ato skena të dënoheshin edhe vetë nga Partia Demokratike, pasi nuk kanë vetë lidhje me atë forcë politike, edhe me atë formacion politik, duke u nisur dhe nga vetë deklaratat që bëri zoti Berisha 2 ditë më parë, ku për një pjesë të madhe të asaj që ai e konsideron masakre elektorale dhe maskaradë zgjedhore, kontribut kryesor deklaroi dje kanë gazetarët. Kështu që janë dy çështja ose dy vija që përplasen me njëra tjetrën. Zoti Berisha nga njëra anë që falenderon gazetarët dhe i cilëson si kontribues të masakrës zgjedhore, për të denoncuar masakrën zgjedhore, dhe nga ana tjetër disa funksionarë, disa deputet, të cilët mund t'ja lejoj vetës time të them që mund të jenë aty me karrike deputeti edhe të pamerituara, kanë këto skena dhe përplasjet pakëndshme me gazetarët, kolegët e Euronewsit, por edhe të mediave tjera, pasi do të theksoj që ishte një ditë pak e vështirë për të raportuar për kolegët në protest. E kuptoj, një protest që vjen pas një humbje të thellë të Partisë Demokratike, të opozitës në përgjithësi. Zoti Berisha erdhi direkt nga Brukseli pasi bëri denoncimet dhe gjetjet që kjo forcë politike, megjithatë është ende herët për të bërë një analizë, se vetë Partia Demokratike nuk ka nisur një analizë dhe një reflektim të thellë për këtë rezultat, i cili është 83 me 50. Së paku se dhe mund të thellohet. Mund të thellohet, dhe këtu kemi Partinë Socialiste me Aleancën Shqipëria Madhështore, pa futur dhe partitë e vogla, cilat janë pjesë tashmë një realitet i ri politik. Por me aq sa ti ke ndjekur, dhe unë dua opinionin tënd, sepse hyn tek ata gazetarë që ke vite që e ndjek Partinë Demokratike, kjo humbje është thjesht dhe vetëm si pasojë e mekanizmit qeverisës Rama, apo dhe Partia Demokratike dhe opozita ka problematika të cilat duhet i shohë në sy vërtetësisht? Si e sheh ti këtë humbje spektakolare të PD-s? Shiko, në një analizim paraprak ose në një shikim shumë të shpejt që unë i kam bërë shifrave, sepse aty do ndalim pra analizën dhe gjithë atë se çfarë duhet bëj apo bëri mirë apo bëri keq Partia Demokratike, duhet ta nisim nga shifrat. Dhe shifrat na thonë që tek votuesit e Partisë Demokratike, krahasuar me 2021-shin, ne kemi një boshllëk prej afro 110-120.000 votuesish. Çfarë ka ndodhur me këta 110-120.000 votues? Së pari, një pjesë e madhe e tyre nuk kanë dalë të votojnë, pasi votuesit në total nga rreth 1.6 milion, mbi 1.6 milion, gati 1.7 milion që janë në 2021-shin, këtë herë nuk e kalojnë 1,5 milion. Pra, në total, numri i votuesve bie. Më së shumti dëmtohet opozita. Pse dëmtohet opozita? Dhe këtu duhet ta nisin analizën Partia Demokratike. Pra,
ka votues të opozitarë të cilët nuk kanë shkuar për të votuar dhe kanë votues opozitarë të cilët kanë shkuar të votojnë dhe kanë votuar alternativat e reja. Pasi përveç Tiranës, ku partitë e reja opozitare kanë arritur të prodhojnë mandate dhe për mendimin tim ky është një lajm i mirë për politikën shqiptare në përgjithësi, por edhe për vendin gjithashtu. Në vendet në qarqe të tjera, këto votat ose këto dy lloje votash që njëra nuk ka shkuar të votojë dhe tjetra ka shkuar të votojë për partitë e vogla, ka bërë që në qarqe të caktuara Partia Demokratike të marrë atë rezultat katastrofik. Edhe më pak. Po ta marrim të analizojmë si shembullin klasik të humbjes Partisë Demokratike është, po themi, qarku i Fierit, që është humbja më e thellë që ka ndodhur ndonjëherë. Në qarkun e Fierit, Partia Demokratike ka arritur të prodhojë vetëm 4 deputet. Aktualisht që flasim, ka rreth 20.000 vota më pak nga zgjedhjet që ka marrë në 2021. Këto 20.000 vota, po t'i marrim t'i shohim, kemi rreth 8.000 vota, 8.000 e pak vota, po i them me shifrat përgjithshme për të mos u mbasim në shifrat eksakte. Mbi 8.000 vota kanë shkuar tek Shqipëria bëhet. Rreth 3.000 vota kanë shkuar tek Partia Mundësia, si dy formacionet politike të reja që kanë marrë më së shumti vota në këto zgjedhje, dhe pjesa tjetër nuk kanë dalë të votojnë. Dhe prodhon që Partia Demokratike nga 6 deputet që mori në 2021 zbret në 4 deputet. Shtuar këtu faktin që në këtë qark, në cilin Partia Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Liri sot, me emrin e ndryshuar, merrte mbi 10.000 vota dhe prodhonte një mandat, në këto zgjedhje është thuajse inekzistente, pra nuk mua personalisht nuk më rezulton as gjikundi Partia e Lirisë, pavarësisht se ka një mandat të mbyllur, pra nga ato 4 deputet që 4 deputet me thonjë, po themi që Partia Demokratike i ka prodhuar dhe i ka nxjerrë nga ky qark, 3 ngelen, sepse zonja Brunita Axhiu është deputet e Partisë së Lirisë. Dhe si ky qark, ka disa qarqe të tjera që ne mund të bëjmë paralelet ngjashme që na çon në këtë lloj rezultati, që Partia Demokratike së pari nuk i kanë dalë votuesit e saj të gjithë, dhe së dyti një pjesë e votuesve të saj dhe votues gri që potencialisht janë votues opozitar, po themi, që mund të përjeshtin për të votuar Partinë Demokratike, nuk kanë shkuar të votojnë atë, por kanë votuar partitë e reja. Alibia më e fortë dhe mbrojtja më e mirë për situatën e opozitës tani është Rama. Patronazhistët, sistemi, pra janë njësër që ne i dimi kemi renditur dhe ndoshta kemi bërë analiza më të forta se sa vetë opozitarët gjatë fushatës, por kjo për hir, siç e them gjithmonë, të parametrave tanë analitik dhe jo për të qenë palë, por për të qenë sa më pranë dhe sa më objektiv asaj që po ndodh në të vërtetë. Por mendojnë që Partia Demokratike dhe përfaqësues të saj do të fshihen pas kësaj alibie, apo është një moment, një pikë, ku Partia Demokratike do të fillojë të shikojë vërtetësisht dhe problemet që ka brenda llojit. Listat e mbyllura lënë për dëshiruar në momentet caktuara, në lista hapur janë lënë emra spektakolar apo ekzemplar të Partisë Demokratike, të cilët dhe mund t'ju jetë djegur mandati. Nga ana tjetër, krimi zgjedhor nuk u ngritën akuzat të forta gjatë fushatës, dhe në fushat korrupsioni, që ishte një kartë shumë e rëndësishme për Partinë Demokratike përballë Edi Ramës, nuk u përdor aq sa duhet, apo jo. U fol për ekonomi, u fol për pensione dhe shumë mira në ekonomike, por njerëzit harruan se cilët ishin njerëzit që bën korrupsion në këtë qeverinë Rama. Nuk u përmend aq shumë. Megjithatë, kjo është një analizë e gjerë, sepse do duhet kohë që të kthjellohen palët. Megjithatë, ti e sheh që Partia Demokratike po orientohet drejt një analize objektive, apo do t'i mjaftoj alibia që Rama, patronazhistët, administrata dhe ne humbëm? Shiko, së pari, në gjykimin tim, akuzat që bën Partia Demokratike për përdorim të administratës, sistemit të patronazhimit, apo ndoshta në disa zona edhe bashkëpunim me element të dyshim të botës së krimit, për mendimin tim, të paktën ashtu çfarë unë kam parë dhe çfarë informacionesh kam nga terreni, nuk janë alibi, po janë një nga arsyet, por ama një nga arsyet. Pasi fillimisht arsyen e parë Partia Demokratike do duhet ta gjej tek frymëzimi. Pra, Partia Demokratike në këto zgjedhje si rrallë herë nuk kishte frymë. Dhe fryma prodhoi atë që unë thash pak më herët, pra që nuk dolën votues demokrat për të votuar dhe nga ana tjetër ata që dolën u prirën për të votuar partitë e tjera opozitare. Pastaj, përveç këtyre dy arsyeve,
është edhe arsyeja tjetër e sistemit elektoral që neve bashkë këtu kemi përmendur që Partia Socialiste aktualisht ka një prim të fshet që jep 5 deri në 6 deputet. Partia e parë, dhe që nuk është në koalicion, e ka primin me vete, është një prim i fshet. Por këto janë 3 arsyet për mendimin tim që ndikuan. Nëse Partia Demokratike nga këto 3 arsye do t'i zhbëj të parën dhe të dytën, pra do e zhbëj impaktin e sistemit elektoral dhe do zhbëj faktin që nuk arriti do t'ishte frymëzuese, por do kapet vetëm tek fajet dhe tek patronazhimi, tek përdorimi i administratës apo bashkëpunimi me elementet kriminal, atëherë kjo arsye kthehet në alibi. Të paktën sipas mendimit tim. Nëse i shkohet me të 3 këto arsye dhe ulen bëhen analiza objektive ku gaboi Partia Demokratike, ku pastaj edhe pse po mund të performonte mjaft mirë dhe mund të frymëzonte prapë nuk doja dilte, unë do i qoja një analizë objektive që në 2027-ën sigurisht do prodhonte efekt spektakolar dhe në 2029 mund të shpresonte për të bërë ndryshimi. Edhe një element, Mirela, në gjose milion, për ta ilustruar, sepse ne i kemi shembujt e gatshëm. Partia Demokratike ka arritur të triumfoj në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë së Kavajës. Dhe kjo, si kundër përgjigje nga Partia Demokratike, mund të thuhet që në këtë bashki ku Partia Socialiste nuk pati administratën, ne fituam. Po, por ke edhe një shembull tjetër, në Bashkinë e Krujës, Partia Demokratike aty nuk e drejton qeverisjen, ama arriti të triumfoj. Kështu që të gjitha kartat janë në tryezën e leadershipit Partisë Demokratike. Dhe sipas meje, me aq informacion sa unë kam në terrenin, nëse këto 3 arsye të mëdha të cilat sipas të mendimit tim kanë peshën e tyre, njëra mund të jetë 40%, tjetra 30%, por kanë, po themi, janë aty me ndikimin dhe me impaktin që patën në prodhimin e atij rezultati. Nëse merren të 3 dhe analizohen, mund të çojnë diku. Pastaj nëse kapen vetëm tek që Rama na i vodhi me patronazhista, me kriminal dhe me administrat, ajo kthehet pastaj gjitha në alibi për të shpëtuar së pari leadershipin e Partisë Demokratike dhe pastaj për të vazhduar drejt një opozite në gjendje agonie që dyshoj shumë se mund të kthehet në shpresë për shqiptarët 2027 dhe 2029. Megjithatë, të japim kohën e dur, zgjedhjet kanë një javë që kanë përfunduar, çdo strukturë politike me një peshë të tillë të humbjes është gjendje shoku, është absolute. Do doj një kohë të kaloj, aq më tepër që pritet edhe raporti OSBE Odirit, atje ku gjetjet do të lexohen në mënyrë të dyfisht, sepse ndryshe do ta lexoj, po se ja ndryshe po doja natyrisht, por ne do të lexojmë në mënyrë korrekte çfarë gjetjesh do të ketë OSBE Odiri dhe se sa siç e kemi bërë gjithmonë dhe se sa nga pretendimet e Partisë Demokratike do të gjejnë vetëm të pasqyruar në këtë raport dhe aty do të kuptohet më pas se si në mënyrë institucionale do të fillojë lufta e Partisë Demokratike për të sjellë në vëmendje të ndërkombëtarëve pretendimet e tyre. Në minutat e fundit që janë 3, se në 20 ne duhet ta mbyllim, unë dua të di pak atmosferën e samitit sot, një spektakël i vërtet i Ramës me Giorgia Melonin, ul në gjunjë, ajo sikur u ndje pak jo komode, dhe jo komode shumë. Ndoshta nuk e priti për herë të dytë. Para mediave, çfarë ndodhi? Kjo ishte hera e dytë në fakt që zoti Rama bënte atë gest ndaj zonjës Meloni, por u duk në një moment sikur nuk e priti, edhe po të dallohet në këto pamje. Dihet pak e befasuar, pastaj e merr veten. Se është një summit, nuk është një takim jo formal, të kuptohemi. Por thën këtë Mirela, të paktën atë që un pash qoftë në, po, edhe i thotë si duket nga ajo që mund të kuptojmë e bëre përsëri. Kuptohet që nuk... Ajo që unë kuptova, por edhe nga komunikimet që patëm me shumë kolegë të medjave të huaja, pasi ishim më shumë se 850 gazetarë sot, më thonin disa herë, disa prej tyre që vetëm zoti Rama mund të bëjë një summit në këtë lloj forme. Pra që të nisë si show dhe pastaj pjesa më e rëndësishme që presupozohet të jetë në një summit, ajo e diskutimeve dhe sesioneve që marrin pjesë liderët,
zhvlerësohet nga pjesa e parë, pra ajo që neve do na ngelet në memoria nga ky summit, kush do t'jetë? Do t'jenë këto gjestet që bëri zoti Rama me zonjën Meloni, përqafimi me kancelarin Merz, pastaj përqafimi po ashtu edhe shoqërimi që i bëri Erdoganit, dhe më së tepërmi do mbetet në memorie ajo, po themi, ajo loja që kishte bërë me AI duke i bërë liderët europian me si fëmijë të vegjël që përshëndeten, një gjetje ajo dhe një gjetje. Unë dyshoj shumë se do të ngelen ndonjë mesazh që është dhënë në të dyja seminaret apo në konferencën e përbashkët. Që të jemi korrekt, ishte një mbështetëse, samiti sotëm ishte një samit, një mbledhje mbështetëse për atë që po ndodhte në Stamboll, në fakt në Turqi, në takimin e parë mes palëve, mes përfaqësuesve të Ukrainës. Edhe aty ishte fokusi kryesor. Dhe të Rusisë, pavarësisht se përfaqësimi ishte i nivelit të ulët nga ana e Rusisë, çka detyroi Zelenski të vinë në Tiranë dhe të lërë ministrin e tij të mbrojtjes atje, por kjo është një temë që do të shtjellohet më vonë sepse është në dinamikë. Por që kanë shkuar shumë herët, në paktën informacionet që neve arritën të grumbullojmë nga disa kolegë që ishin të Turqisë dhe Ukrainës aty, fakti që zoti Erdogan u kthye menjëherë në Turqi dhe pas tij edhe Zelenski tregon që ndoshta mund të ketë sinjale pozitive nga takimi i Stambollit. Mund të ketë një hap të dytë sepse është mbyllur takimi i parë. Ardit, unë të falenderoj ty dhe gjej një moment që të falenderoj të gjithë stafin e Euronews Albanias, që nga i pari deri tek i fundit. Pse e them këtë? Sepse në këtë ekran ju keni ndjekur që nga e shtuna e kaluar Giro d'Italia, keni ndjekur ditën e zgjedhjeve që nga mëngjesi deri në darkë, vazhdojmë të përpunojmë votën e diasporës, kemi ndjekur summitin të cilin do ta vazhdojmë dhe nesër me takimet dhe me konferencën e përbashkët për shtyp që Rama do të ketë me Macron. Dhe gjithë kjo fal punës së palodhur të gazetarëve, të stafit teknik, të shoferëve, të gjithëve, një falenderim i veçantë për gjithë që kanë punuar 24 orë pa pushim, dhe këtë ju a them në mënyrë korrekte, pa gjumë, sepse janë të njëjtët gazetarë që kanë mbuluar të gjithë lajmet, jo vetëm të Tiranës. Një përshëndetje veçantë për korespondentët e rrethave, gjithashtu edhe ata pa gjumë 24 orë për të informuar në kohë reale procesin e numërimit dhe atë që po ndodhte në çdo qark. Gjej një moment për të falenderuar dhe drejtuesit të cilët kanë qenë këtu me ne në këto net të gjata, dhe në fund fare falemnderit Logos, falemnderit Euronews All Views, sepse është ekrani ku të gjithë japin ashtu siç e mendojnë mendimin e tyre, zërin e tyre. Nga unë Mirela Milori, mirupafshim.